Moska ka paralajmëruar për sulme të mëdha ndaj Kievit në rast se Ukraina shkelar në pushimin e 9 majit, datë që Rusia shënon ditën e fitores në luftën e dytë botërore. Autoritetet ruse kanë deklaruar se ambasadat e tyre në Kiev duhet të jenë të përgatitura për evakuim të menjëhershëm në rast për shkallëzimin, ndërsa zëdhënësia e Ministrisë Jashtme ruse Maria Zaharova e cilësoi situatën si paralajmërim serioz që duhet të merret me përgjegjësi. Tensionet mes dy vendeve mbeten të larta, ndërsa Afrika për shkallëzim të mëtejshëm të konfliktit po rritet në prag të datave simbolike, ushtarake dhe politike. Nga ana e tij, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka akuzuar Rusinë se i është përgjigjur nismës vetëm me sulme dhe goditje të reja në territorin e Ukrainës. Gjatë të gjithë ditës pothuajse çdo orë kanë ardhur raportime për sulme nga rajone të ndryshme të Ukrainës, tha Zelenski, duke shtuar se Ukraina do të përgjigjet në mënyrë të justifikuar në varësi të zhvillimeve gjatë natës dhe ditës së ardhshme. Ai theksoi se Ukraina ka paraqitur një propozim të qartë për armëpushim dhe dialog diplomatik, duke shtuar se Rusia e di mirë si të kontaktoj Kievin ose partnerët ndërkombëtar për koordinim të mëtejshëm. Zelenski gjithashtu akuzoi udhëheqjen ruse se është e përqendruar vetëm në parada dhe jo në paqe, duke deklaruar se Ukraina mbetet e gatshme për një përfundim të luftës me dinjitet.